imaginu se këta heqen si kur janë Aleksandri Madhi Makedonisë. Çfarë do? Dhe ka vullnari, morën së Hollandit, me dy kishta. Me dëgjoni mua tani, dhe kështu kanë përfunduar, shikojnë me vëmendje. Nuk thonë asgjë. Atë që e thash unë, fjalë dhe asgjë tjetër. Atëre, si do zhvillohemi ne? Merreni kryeministit kur flet pa letër, edhe votojeni. Atë që thot, do shikoni që ka vetëm fjalë. Do thuash pse? Po nuk është faji tyre, është faji i shqiptarëve që i zgjedhin. Jo faji në thojza, do më thënë është defekt kontar. Si mund të lësh ti njerëz që nuk njohin as tregun, as ligjin, as gjë, të drejtojnë kombin? Ma tregove mua. Ka mundësi, pa shikoj një herë në parlamentet e perëndimit, ik merri tani dhe më njofton. Merr parlamentet më të mëdhenj të Italisë, të Francës, të Gjermanisë, 70% minimumi, 70% janë avokatë. Do të ketë njerëz që njohin ligjin, si mund të drejtosh ti me fjalë, shterpa. Fjalë pas një nocion kuptimor në kuptimin konceptual. Si mund? Po ju them, jemi në krizë mendore.